përmendë që një javë, pra goxha është një kohë e shkurt duke marrë parasysh e gjitha ajo punë që bëhet, po ashtu edhe videoklipe. Videoklipe tashmë janë diçka që do të është domosdoshme për shumë këngë me qenë që për me qenë majen, sepse tani më do të thonë teknologjia ka avancu goxha shumë dhe pa pasë një pamje kështu mrapa edhe e plotson këngën në një farë mënyre. Videoklipi normal. Videoklipi është më mirë për këngë, për shembull, se s'u çati një këngë pa ja bëu videoklipin. Edhe më shumë shikohet. Po. Ju jeni i rinë mosh, por jeni pra shumë hapa para ndoshta ata shumë artistëve të ri që tashmë duan të hyjnë në muzikë. Cili është ndoshta një mesazh që ja kishte dhënë këtyre artistave të rinj për me depërtu ma letë në treg, si e gjejnë atë formulën, ndoshta mos më nol kur. Si thash më herët, mos më pos komplekse tu të më vazhdu qëllimin që ki, mos më nol kur ëndrat. Dhe më vazhdu dhe më arrit qëllimin tonë. Se ke largu të ndoshta atë stresin e performimit apo atë frikën paga shumë? Gjithmonë të avancu dhe gjithë jetë më shumë, e largu të frika. Po. Pra, jalon kohës këto, por sepse e dim që çdo gjë bëhet për herë të parë, normalisht kemi pak një drojt vogël që kështu mbetemi pak shtongemi, ndoshta se kemi edhe shumë persona të cilë ndoshta kur nuk performimin live nuk e preferojnë, gjithmonë kam dëshirë me konë studia dhe me qenë kështu ma në kontrol. Por, çka të pëlqen ty ma shumë? A të pëlqen performimi live apo studia? Si atë janë ato veçantitë se cilat që ti i favorizon? Ma shumë kom qenë me punu live, shembull. Performimi live është tjetër kënaqësi. Po. Playbacku ato janë këngë. Ato i bën për shembull studio, te le bën videoklipin, ti je që playback. Live ka tjetër kënaqësi. A mund të na tregon ndoshta për performancën tonë një ndër të parat live që i ke pas? S'm kujto. Pas performanca na për najë, na për evenimente, po për momentin. Pra, ju konstantin i konë edhe me babin të performu kështu të këndu, edhe aty po besoj që tu ka heq ajo frika, prej që ke qenë i vogël, pra... Ndër vite, po. Po. Vjek se që i vogël me shno për roda, na për tjeket e morë e farë. Po, dhe gjithmonë edhe në për roda është ajo që në bështesin persona, do më thonë që e kinë praktët dhe... Po, kur t'jesh i vogël. Po. E pe atë eshit që më nëllë kur, ku vazhdo më rukëtin me muzikë qëtë, sa kam planë më nëllë kur. Dështë pas disa viteve, duke marrë parasysh që me të vërtet angazhimi jëtë, ka qenë konstant dhe goxha kështu orari ka qenë i nxjeshur për ti. Pas disa vite, shë vetën që një artist i sukses shumë muzikë, po. I njohë shumë për publikun. Po ashtu deshta më fokusu tek talente, sepse nga njëherë personat e marrin që nëse nuk ke talent për muzikë apo nuk e ke kështu një dëshirë, që me njëherë me qenë shumë i sukses, apo shumë i talentum, atëherë e lojnë këto fara. Mjafton talenti sa përqen mundet me konë dhe sa është puna. Kjo shkon talenti shumë me të lindë, pëtën. Nuk më nëvokën këtorë që se s'ki pak talent. Po. Kur të kish talentin, veç punën, kur panole dhe kima rrit. A kemi raste ku ndoshta vetëm talenti nuk mjafton? Ka raste, gjithçka ka, po. Si të kish talentin me punë, arrije gjithçka. Si duket ajo rutina jote si këngëtar i ri? Si krejt njerëz me kalu ko me familjen, me muzikë, e kështu. Duke marrë parasysh që angazhimi tashmë dhe që është edhe sezona e verës, vikendet ndoshta edhe i keni kështu të zëna me data ndryshme të saktë. Normal, me na jam evenimente me jam në zonë, po... Si atë evente ndoshta ti preferon më shumë ti? Për shembull, naja për shembull udhën apo komos. Po. Se në mësë najat me të rinë, ndoshta janë ato që jënë pak ma arktuse. Normal. Po. Po, përmendu me dhe dosma, të ato janë gëgja arktuse, po e ka një rëndësi kështu ma serioze, sepse aty ndoshta nuk bën kërgjë me na i kas një detaj. Po, se këngë të dorshme, për shembull, kryojnë në sezon, kurse këngë moderne janë gjithmonë. Po. Gjithë. Për ata, ndoshta është shumë që e ke zgjidh,
e ke zgjeru ndoshta këtë horizontin tënd të vokalit, mundemi me thonë. Dhe i tërë viti tashmë për ty është një sezon. Sezon, normal, me muzikë, me këngë, me gjithmonë. Edhe pse kemi doasme edhe dimrit, kështu, nga një herë pa në ndoshta deri te nëntore, ende kemi kështu evente, por gushti ndoshta edhe korriku janë ato më të ngarkuara. Sezona më ngarkuar është edhe korrik. Edhe më nxehta, pero Po, më vera. çfarë ndjesie është ndoshta me këndu për 4 orë drejt? Dhe pas ta përfundosh doasmën, çfarë ndjen ti? Por ndjen shumë e mirë, qofse janë do publiku i klas me ty, ke performu që çdo më performu, është ndjen shumë e mirë. Po. Cilat kanë qenë ato komentet më të mira që i ke pas, është edhe prej familjarëve të cilët të kanë pas ndosmën e tyre? Komente kam shumë për njerëzve, për thjeshtësinë, shamë mas foli. Si njeri, për zonë, për vokal, për atmosferë, kështu. Po, sepse këtu edhe atmosfera zakonisht është detaje pra këngëtari në një rasëm gjithmonë është ai kurioziteti i krejt dasmorëve, kush ka qenë këngëtari, si po fillon me këndu e kështu, edhe nga njëherë kur e shohin një fytyrë të re, munden edhe pra pritshmërit mi pas normale, por ju gjithmonë ndoshta ja keni kalu atyre pritshmërive. Po gjithë normal. Mënolla me bo më të mirën, ndoshta. Po. Sa para përgatitjen të çfarë bën për një darsëm ose diçka të tillë, si shkon ai rutina? Normal me bo ushtrime gjithmonë, që kush është ndoshta me bo atmosferën që çdo. Po, dhe ndoshta më rujt pra mos muftof ose diçka. Po normal. Ndika tani se sezon ti nuk e kivesh një dosë. Po, Kishte dhe dosë më panor kur. Si e muan vetën ndoshta me energji, duke marrë parasysh që e përmendet që mundesh me pas dasma ndoshta çdo ditë dhe orët e punës janë kështu të lodhshme, pra ndoshta edhe dasmur të nesërmen, ende kështu nuk janë këtillshme thonë. Të energjinë në pas gjithmonë nivel, për arsye se din që nesër jeni doshën tjetër. Po. Do më përgatit shumë për sezon. Kur përfundon sezona, ndoshta atëherë ja japni vetës Një pak pushim. pushim. Po. Tani çfarë pushim e shfrytëza shembull bën këngë në studio. Përgatitesh për sezonin e Pra vetë. pushim nuk është pushim pash për juve. Pra kur nuk Po je pak më i lirë. po. Për arsye se kemi bërë këngë dhe ne kemi më të lirë. Po. Në sezon është kur tash të ngarkuar është. Por e kemi këto që me nxespresu, me duke marrë parasysh që kur bëhet kjo punë me dashuri, atëherë kjo ju mban vazhdimsi duke punuar. Normal. Çfarë mesazhi do t'ja japim në fund gjithë shikuesve tonë, këngëtarëve të ri, personave familjarëve të cilë duan ndoshta me pas një aheng tyne familjar. Le të punojnë sa të mujnë. Po. Mos ndonë kur të punojnë me muzikë, me mbështetje normal, edhe kanë arrit.